Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Lajmi nga Top Channel, vrasja me thik në Kalan e Beratit, shkaku bë një kal, autori me precedent në Greqi, viktima ishte turist. Ndale, Franci, se do ta riformuloj dhe një herë këtë lajmin. Berat, një gomar vret për një kal. Bravo. Të lumt goja se në këtë rast nuk duhet mbajtur fare gjuha, sepse vetëm dje ka ndodhur 3 therje me thik. Po kjo, për një foto me kalin, të vrasësh babain e 2 fëmijëve për një foto me kalin, kjo ja kalon edhe asaj për një kafe që ishte javën e kaluar. Nuk di që të thema, Franci. Ku po jetojmë dhe ku po i rrisim ne fëmijët? Po jetojmë në një vend, Jona, që shteti i ka bërë gjërat çorap, i ka bërë lëmsh e li, edhe kujtojmë këtu edhe vrasjen e gjyqtarit në sallë të gjyqit. Histori pronash ishte dhe ajo. Po. Sepse politika, me thënë drejtën, e ka bërë lëmsh këtë punë dhe asnjë njeri nuk ka më pronat e veta të sigurta. Si rasti që do trajtojmë sot. Rogozhin, një burr i vdesin prindrit dhe i lën trashëgimi shtëpinë. Këtë shtëpi, këtë trashëgimi, shteti nuk ja regjistron dhe për këtë arsye ai është në sherr me vllain. Sot ndodhim në qytetin e Rrugozhinës, ku halli i zotit Kadri na ka sjell këtu. Ai thotë që ka një konflikt me vëllain e tij në lidhje me pronën që ja ka dhënë i ati, por për më tepër le të dëgjojmë zotin Kadri. Unë quhem Kadri Vogli, i lindur në këtë vend këtu, në Rrugozhinë, dhe jam larguar nga Rrugozhina në moshën 14 vjeçare. Për jetën time më të mirë dhe tani kam dalë në pension, kam 25 vjet që jetoj në Suedi, dhe ndoshta me gjithë gruan time do të kthehem në Shqipëri edhe do të vi këtu ke shtëpia babait tim që më ka lënë tokën, truallin e vet, pasurinë e vet, më ka lënë me testament me gjithë nënën, edhe motra. Tani ju kam konflikt me vllain. Konflikti ka nisur shumë i hershëm që në vitet 90, sepse kjo shtëpia këtu ka dhe pas edhe hyrje mbrapa, ka qenë dhe 2 metra në mbrapa. Vllai, duke qenë bamirës me gjithë gruan, ja ka fal 2 metra atij komshiut më tonë, që ka qenë rrugët tamam, edhe kërkon gjithë të shpinë tani. Këtu pjesa e babait dhe pjesa e tij. Ne duam të ndajmë pjesë barabarta. E kam yll portën me hekura, nuk më le të futem herna, ka ardhur disa herë policia. Pse valla, nuk më lën. Kjo është shtëpia. Ai e kam aton, unë e kam këtej. As e pengoj, as mos më pengoj. Tani konflikti është konflikt verbal. Më kanë kërcënu, më kanë ofendu, po nuk duhet që të kalojnë konflikt fizik. I disponojnë me testament, me certifikat, me gjitha. Si ka mundësi që ky të nxjerrë dokumentat, nuk mi tregon dokumentat, unë i kam, po i tregoj të gjithë dokumentet e mia, me certifikat, me pasuri, me testament, me gjitha, ky nuk mi tregon, ku është halli. Nuk e di ku problemi, bashkia i ka ngatruar të gjithë të gjërat, zyra urbanistike e bashkisë. Po, ku shndron problemi me bashkinë te pjesa urbanistikës? Kanë bërë falsifikime. Si falsifikimin? Kush e ka nda trullin? Ku e kanë noterin? Ku e kanë marrëveshjen? Unë jam pronari kësaj copze të vogël këtu me fjalë. Jam unë, e kam marrë me certifikat, me dokumenta, me gjitha. Pse bashkia ka bë veprimet duke ndarë në mënyrë të msheft, sidomos zyra urbanistike, çfarë e shtyn të bëhet ndarja e këtyre në vitin 2019-20, 23 e i kanë bërë ndarjet. Për këtë me fjalë, unë jam i përkupuar aq shumë, sa që vi këtu edhe nuk futem deri te babës tim, ngelem tepër i revoltuar. Po tani nuk e kuptoj një gjë. A e ka aktin e trashëgimisë kë? Po. A është shtëpia e vet? Po. Po pse s'hyn me vlla? Qa thua, Jona? O, Jona, i tjetër e vrau babain e fëmijëve për i foto me kalin, ti thua që të hysh në shtëpi me forcë? Po jo, të hyj kështu me qetësi ai te shtëpia. Po si me qetësi? Me qetësi më të futet në shtëpi, ai ka vlla, është vlla i vet. Po më po. Ti thoj. O vlla i dashur, ti thoj. Hajde ta zgjidhi me qetësi. Semra, tash e para punës herë vllai ka dhe gru, vllai ka dhe inat. Kështu që nuk jemi në Zvicër këtu. Kjo që thua ti do kishte ndodhur po të ishim në Zvicër, ose në një Shqipëri tjetër, në atë Shqipërinë që do t'ishte bërë në qoftë se do kishim dashur ta ndërtonim demokracinë pas viteve 90. Po tani këtu, si u zgjidh në rastin konkret? Këtu. Ky zotëria, Po. që ka trashëgimi atë pronë, shtëpinë, vinte nga Suedia. Dhe ky ku shkoj si suedez me kulturë. Ndërsa ata që ishin brenda në shtëpi, ata një t'i dalë si shqiptar, me i hut mod, po për më shumë ndiq pamje.
Jam Arbeni nga emisioni Gjadat. Zotri Kadri na ka thirrë për të bëjë denoncim për shkak se thot i vllai vet nuk e lejon të futet te shtëpia që i takon. Una me gjë baban se i vllai ka qenë në Greqi, kam hedh firmën, kanë ardhur bashkisë të dyja gratë. E ne kam hedh firmën aty, ja ka shtruar rrugën e vet babaj, e shefe? E ka shtruar aty rrugën e vet babaj. Ashtu. Hodhën firmat, ne hidhi firmën se o borri ish për gjysmë. Po mi më jo borri është për gjithë s'ke punë me borri. Unë do të këtu. Mumës tena, ai të marri avullin teme, ta bjeri këtu, të marri metrët e vete sa i takon gjysma. Është e kuptueshme më tepër kjo, po pse zotria nuk lejohet futet në shtëpitë vet? Kjo është arsyeja. Kuptoj, unë ja ka portën e. Ta bën, bjeri avullin teme këtu, se unë i kam bët gjithë me djenin e pleqet. Jep atëherë edhe portën që hapet këtej. Me djenin e pleqet e kam bët të këtu unë. Po përderisa ky pas ka pas portën këtu. Atëherë pse nuk është vënë në djeni që hajde rregullo portën tate që ti të futesh? E dona shpetlat e rifijes. E dona djersa rifijes. Nja ke ka, si e ka shtu gjithën e babaj, e ne ja ka lanë gjysë më të. Okej, në rregull, po çfarë letra shihni ju që vërteton që i gjithë kjo pjesë që është e mbyll, edhe me këtë derën është e juja dhe nuk është e këtij. Jo, ja ka gjysmën e vetaj. Kujtë e kom, se mu që jam specialiste ta mos. A ke certifikat tapiti? Unë kam trullin 327 metrët. Kush t'i dha ti këto? Bashkia. Ka qenë 76. Moj po hap derën ty ke shtëpia ime moj. E bashkia pa ta, që se deshe bona këtu një unë. Tash, nga ajo çka shikoj unë dhe nga ç'po marr vesh se zotëria është mbyll dera dhe nuk futet te kjo pjesë i takon. Ti thu që ky ka deri këtë portës e ka gjysë. Po, ja la babaj këti. Po këte? Dhomën atje. Po këte? E ne këtu, ka dhanë babaj. Këte do hedhëm gjygneve. Ma nisin amanet, mos qasë të nderë. Ashtu? Asë më varin kështu ka të mplejt për ty. She. Balut. Që rrë të kejtë. Bukur. Jo, ti do një. Ti do unë të ta foj kavo këtu, ty e do të qoj, këte të ta qoj mund pashti edhe më polici. Nuk më shu do të hypë në qëtë shtatë. Janë këto që të një që mere vizirin, i mushe qantën e tjerën. Kush i mushe qantën? I qoj e ti qypët e kosit, ja qoj e shpi. Shërohu të gjë. Vizire se. A ti që po vjem në atunin di. Pse e mora atunin di. Si e zotri, si dukesh? A i e ka smunë të re, ja si zdo. Qikoj. Unë shkam jetua si dite me te, a i thot e smuni. Si e zoti merë? A je mirë, unë jam Arben Çollaku nga emisioni Gjadat. Unë e ka majtë si. Vllai jot ka ardhë, na shanku ke ne që ju nuk i lejoni të futet ke shtëpia vet. A mund na thoni se pse është arsyeja kështu? Ja, ka gjysmë. Avokatin e prokurorit. Pse nuk lejohet futet mrena? Pse nuk e bëni testamentin ai? Pa e la deri sot. Jo, e bëni testamentin. Që se bëni testamentin ai? A mund të më tregoni vetëm arsyeën se pse nuk e lejoni të futet mrena? Ai ka letrat, ka çdo gjë që i takon për qenë pjesë e kësaj shtëpie edhe e zotëron. Pse nuk e lejoni të futet mrena në shtëpitë vet? Ne nuk lejojmë. A mund pa tregoni arsyeën, lutem, nëse ke mundësi. Ja për këtë. Po kjo ba Ka shtëpia. gjysmën ja. Kjo është shtëpia këtu apo jo? Qa shtëpia? Trullin e ka marrë. Që ndërtu dhome mundje, Po. E ka dërtu. Kush e ka ndërtu këtë? që ndërtovën pjesë tëme, nuk lihen pjesë tëme ty. Jo, Po pse jo, se. atë e kalon bosa një jemi mirë. Kush e më ka bë? Bate mu ma atëherë dhome? Po. Pas keni një dokument që tregon që duhet ta bllokoni zotrin me se s'bën mos ty ke pjesa e tij? Ja, pjesën ke kaj. Prishe për të Unë do bashkë. hyj shpitime. Shpinë s'ke ndërtu shpinë. O, pjesa ime. Do hysh. Po i ke Ta dokument. që të hapet derën ti kur erën. Do hysh. Ë? Që hapet derën. Kush e hapa? Ti që prunë njerëz për të thotë njerëz. Jo. Ja vete. Ja, e ka më rujt për klajt e shpijë të. Ti hecën e... Ka nevoj klajti për shpijet e tuja. Ore, do vi klajt e këtu. Ore, nuk ka Do vi nevoj. klajt e ti, jo. Ty t'ka mu Ti, jo, me t'klajti. gjithë këte. Edhe unë, edhe gjithë. Ti, jo. Ti mos u duk ma këtu. Ti të Ti hapësh kësh këtë. djeni herë, nuk e Që di unë kësh da djeni. i voj gangjën e makinës. Përdor forcë ti. Se këto që kalojnë kështu si për Ti i ke meri push, brishka këto tjera. kalojnë edhe për moment tata. Ishte zbyll tuve, me ne për mirë të mu ma këtu. Shive. Sa dhja për mirë të këtu. Ju nuk e di. Shive, sa trim është. Shive. Ja, Shive. Zotri se nuk ka nevojë të kalojmë deri këtu. Ne kemi ardhur që zoti ka dritë futet ke shtëpia e tij. Ti më thua mu me lek. kaq lafe di unë. Ja, ka. Dy me Ja. avokat, dy Sa nga rështet një. Ja, gjithë ma. Por Vore, veket.
Po, Franci, vllai me vllajin. Po, është e thjesht, Jona, thjesht, eti duhet ta kishte regjistruar këtë trashëgimi që këtë quaj pronar. Po tani gjithsesi ai pronar është asaj shtëpie. Po pse nuk lajmëroi policin ky njerëz, se kuptoj. Po tashi policia atë kapi skuterat. Atë rritë merret me mbarvartjen e fushatës, atë merret me lirimin e hapësirave publike, apo të rritë merret me këta vëllezër që rinë e zihen me hujë me njëri tjetrin. Po tani të merret o Franci, të merret. Po se me sa di unë, policia është për të parandaluar krimin. Po, për të parandaluar krimin është këtë drejti, po më fal tani. Se kam i pyetje kështu, jashtë skalete. Pse me krim është rrazh vllajin? Po tani... Unë dhe vlla im do ishim me burgim të përjetshëm, me 100 vjet plus. E po mirë, ndoshta kur re vet vllajin, mbas s'është. Po kur ta re gruaja si bëhet? Këtu ndryshon puna. Këtu ndryshon puna. Dhe gjithsesi që ta dish ti e mori Kadriu policin telefon. Përshëndetje, unë jam Kadri Vogli nga Rogozhina. Kam një problem me shtëpinë time këtu në Rogozhinë, nuk më le vllai të futem mrena. Po që duke stacioni policisë Rogozhinë? Unë kam qenë disa herë atje, policia Rogozhinës nuk është e aftë më zgjidhni problemin. Keni mundësi të më sillni patrull? Unë jam nga Kamaja, nuk sjell patrull. Po mirë, si t'ja bëj unë tani? Unë po ti paraqitu ke policia Rogozhinës. Po policia Rogozhinës që para 3 ditësh dhe nuk më zgjidhi asgjë. Shko dhe atje dhe shive, pastaj hajde në Kamaj. Po pse me këtë problem do merrem gjithë ditën unë? Do merre, se është problemi jot, nuk është një. Ka mundësi të vish këtu që ky s'po m'len. Nuk jam fare në Rogozhinë. Kam 1 orë dhe nuk më hapin derën. Edhe më ofendojnë, edhe më shajnë. Çfarë të bëj unë tani? Janë të flasë me shefin bine i policë tjetër, se jam në zonën time, kupton kam ca probleme këtu në zonën time, nuk vit dot aty. Ju ka marrë disa herë juve, ju keni drejtuar policinë e Rogozhinës. Policia e Rogozhinës nuk është e aftë të japi drejtim, nuk vjen, jo kam e zonë, jo jam këtu, jo jam aty, vjen këtu, fillon ndarjen e trullit, nuk ka drejt policia të ndaj trullin. Policia nuk merren në drejt trullit, E po pyet policinë e Rogozhinës, jo mu? Po. Ashtu. Ka mundësi tani të më vinë një patrull se s'më le vllai, s'po vjen policia këtu mu të më hapi derën. Dakor, unë do kontaktoj me këta shefat e mi dhe do të jap zgjidhje patjetër. A folë me Rogozhinën? Fole me Rogozhinën, jam i zonë, jam i pazonë, jam kështu, jam ashtu, vin këtu, isha para ca ditësh isha këtu, nuk më dhan drejtim. U drejtova ke gazetarët investigativ. Ti ke bojë televizionin investigative dhe më thunë mu që bje shërbim. Po ma bje shërbimin nuk më letë futë mena. Alo, përshëndetje. Urna, Kadri. Kadriu më dërgon një policisë nuk më letë vllajt futem në shtëpinë time. Po që policia e Rogozhinës. Po s'po vin më vlla, nuk po vin. Po do të vinë, po që ti do në sekund. Nuk e hapotë, se kam bërë me djerë. Na sa mirë u zgjidh. Qa u zgjidh? Si që u zgjidh. Po në radhë të parë, Kadriu nuk u ra. Apo jo. Në radhë të dytë, tani do hynë shpinë vetë, se erdhi policia. Po dale, mi zemër, prit një sekund. Se Rogozhina nuk është kaq sa Tirana. Ka shtrirjet madhe Rogozhina. Po sa unë plodhën policët, sa u gjetën, sa erdhën. Ua, pse nuk erdhën me njëherë? Më falë, po ti ajpe materialin. I morin telefon, ja prit se erdhëm, ja se po vim, ja se kështu, ja se ashtu, në fund erdhën. Edhe hyri Kadriu në shtëpi, ha? Po dale, Jona, moj, po prit me shpirt. Policët unë t'jen shumë të shgënjyen nga Kadriu. Po pse? Për që u shgënjyen? Po, a i kishte thirë kot me grë. Pse? Po, policin djetë do bishëm qofse ata do ishin rahur. Më mira do ishte po të qenë vrarë, po të pakte në rahur. Po këshu, më shërë në lafe, kot në kot. Ashtu, se këshu më duke ty, shërë kot në kot, Më Franci, ti e kupton që do të thot ajo që ka tjetëri shtëpinë e vetë, edhe nuk hynë dot. Po kjo është mangth, më Franci, mangth. Ke parasysh kur jenë në një ëndër edhe do të vraposh edhe nuk vrapon dot. Ja, kështu është. E po për mangthe telefono psikologun. Që qa është policit meret me mangthet e tua? Ata nuk ishin rahur, pik, qa faj ka policia? Ky thot
kam kufit, ato nuk i përcakton në kufit ku i kanë tuke. Ma një topograf, kush ndajnë këto, ti ndajnë kufit. Po vjen ato të bashkisë. Certifikat me të gjitha, me letë të hynë shpitime. Nësë më leni të hynë shpitime. Qa po presim këtu të një? Të vi policia bashkjake. Policia bashkjake? Po, rregull. Topografi. Pani po vi kërkojnë ndihmë ke ju. Po kërkojnë ndihmë. I kam mërë dokumenta, që gjyqë është kjo. Unë ndihmën e kërkoj vetëm ke policia. Për mu, më zotit më mbram policia. Po vi ditë për ditë, këtu vetëm për të kërkuar një e drejt që në takon, po mos në takonte, asë nuk e kërkuar. Të vjen ai topografi bashkisë? Për që duhet topografi? Topografi ndanën të ku ke pjesë, ku se ke pjesë. Ta thamë, nuk kemi për të ndanë. Nuk po thërëshëm për të ndaju. Ky s'ka qenë në bashki. Ti e kupton që policia shtetit nuk është për të ndarë kufit, ke konflikt sotu. Po. Hajde konflikt ke policisë, çoj oficer policie gjyqësor, bë denuncim. Është konflikt që s'më me hymana? Që nuk e quaj konflikt unë, konflikt kjo është konflikti policisë zgjidh me gjykatë me gjitha. Të lutem, konflikt fizik keni pasur. Ore ishte konflikt fizik. Ti herën tjetër the jam në gjykatë. Ore kapi, çfarë gjykate jam mërvlla? Kësha themër ti para 5-6 ditë, 60 ditë. Jam mërvlla, ti unë i kam dokumentat e gjitha këtu, ti thot gjykat. Çfarë gjykate mërskigje? O proces është për këtë që kam mbyll derën. Po dakor pra. Për pronën aty nuk ka gjykat. Let ditën me të takoje, sqaroj bjerë këtu, dani atë të urbanistikës apo. Ajo urbanistikë se kam bërë këtë lalim. Unë atë do ta sqaroj këtu. Në qoftë se ke konflikte, jeni prek me dorë, jeni gjujt, jeni godit, ke policia e shtetit me bot denuncim kush opresonin. Me ty i kam këtë dygjon kam kriju një opinion negativ. Po shumë mirë më vaj sa për çdo njeri nuk është. Jo, prit. Më sqaro kush je. Unë inspektor policie jam, po them, inspektor policie. Jam zonë tjetër, nuk jam këtu. Unë nuk të njoh. S'ka problem fare. Në rregull. Nëse njohim gjithë. Edhe në rregull. Unë du nga ana policisë. Keni bisedu me shefin? Unë kam bërë bisedë me shefin. Shefi më ka thonë një fjalë që Kadri shkon në shtëpi, ai do ta hap derën. Tash unë se kap të hap ty të them që Kadri hyn në shtëpi tash. Po mirë, kjo është pjesa ime. Edhe unë këtë e tërheqje për Po ç'e dush valla dhe mirë. Mirë, po unë po e lajmëroj juve. Po unë jam as standardoj që unë do bëj me këtë mbyllje unë do bëj vetë gjyqësi. Po problemi jot valla. Po deturoni institucionet, policia s'më mbron. Urbanistika s'më mbron. Nuk më jep dokumento, nuk më jep drejtën, unë do bëj vetë gjyqësi. E kuptova, Kadriu jeton në Suedi. Le ka, le të flej në hotel edhe një javë, sa të kthehet tek shtëpia në Suedi. Po atë pronën që ja ka lënë mami me babin, apo që desha atë? Moj Franci, po qa thua ti, që të lëj kokën për prona i tani? Jo, unë them që shteti pikërisht për këtë është krijuar, që njerëzit mos ta lënë kokën, po dhe ta gëzojnë pronën. Po, kështu them edhe unë. Po unë e them në mënyrën time zhvekjane, kështu si fëminore, Franci. Ku shteti? Shteti dada? Dada shteti? Se shteti këtë pronën, këtë trashëgimin duhet ta kishte regjistruar me kohë, që së pari të dim e kujt është kjo pronë? Dhe ne vajtëm pyetën pushtetin vendor aty në Rrogozhin. Ndodhemi tek Bashkia Rrogozhin për të takuar me drejtorin e urbanistikës zotin Tomor Thartori për të marrë një informacion në lidhje me çështjen. Përshëndetje, si jeni? Doja të dija në qoftë se zoti Tomor Thartori është këtu. Po, Tomori që ta marrim një intervistë. Ka mundësi që të vi këtu ke zyra? Nuk e di në të drejtën sa më sepse ato po mundoshin me folë, por nuk po komunikoshin dot, kështu që kaloj informacion në kur ka dalë që është në terren, domethënë. Duke qenë se zoti Tomor, sipas zyrës informacionit, është në terren, po përpiqemi ta marrim sërish në telefon për të marrë një prenoncim në lidhje me këtë çështje. Numri është i zënë. Ora është 2:43.
është brenda orarit zyrtar, zoti Tomor nuk na e përgjigjet. Është ora 3 dhe do marrim sërish në telefon drejtorin e urbanistikës zotin Tomor Thartori. Telefonin na fiket prapë. Duke qenë se pas disa telefonatave zoti Tomor nuk na përgjigjet, ne do lejmë një kërkesë për informacion në lidhje me këtë çështje. Ndjes që të vezdis sërish. Mund të lejmë një kërkesë për informacion në? Pasi dorëzuam një kërkesë për informacion për Bashkinë Rogozhin në lidhje me çështjen e zotit Kadri me konfliktin që ka me vëllain e tij, tani presim një përgjigje. Ja urdhro, përgjigjja e pushtetit vendor. Ku, s'pash në një përgjigje, unë? Më fal, a pyete ku shteti? Po. Ja, shteti. Shteti thot bëni një kërkesë për informacion. Do ta shqyrtojmë, thot me vëmendje. Shumë mirë ka thënë. Hajde, letër kemi, boj kemi, ta bëjmë kërkesën për informacione. Moj, ne bëjmë kërkesën, moj sërmë. Si Po që pse mos ta theti, bëjmë? kemi mundësi të gjitha. Po ne më shumë se informacion, ne duam zgjidhje për allergjion. Po gjithsesi me këtë kërkesën për informacion, ai mund të na tregojë rrugën se si ne të shkojmë tek zgjidhja. Po të jetë për rrugë, jona, i heq kapelen bashkisë të Rogozhinës se rrugën na e tregoj. Shumë mirë. Për kërkesën për informacion që bëm në Bashkinë Rogozhin, ata na kthejnë një përgjigje. Bashkia Rogozhin njihet me rastin e zotit Kadri Vogli, i cili ka konflikt me vllain e tij për pronat që i ka të trashëguara me anë të testamenteve që ka nga babai dhe ëma. Dhe Bashkia Rogozhin thotë që nuk ka kompetenca për të trajtuar këtë çështje. Ata na thonë që ne t'i drejtohemi ASHK-s Degës Kavaj, e cila është përkatëse për pronësinë e zotit Kadri Vogli. Si dhe nga shërtimi i dokumentacioneve që ka bërë Bashkia Rogozhin në lidhje me certifikatën dhe kartelen e pasurisë që ka zoti Kadri, thotë që përpjestimi i trojve duhet të bëhet në mënyrë të barabartë dhe me akte notariale. Në qoftë se nuk ka marrëveshje me anë të akteve notariale, atëherë le t'i drejtohen gjykatës. Na ngelet t'i drejtojmë një kërkesë për informacion ASHK-s Degës Kavaj. Me një kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë Shtetërore të Kadastrës së Degës së Kavajës, ne i drejtohemi me pyetjen: pse pasuria numër 204 fraksion 4 nuk i është njohur zotit Kadri me 2/3 në bazë të 2 testamenteve që ai posedon nga Jati dhe ëma, por është njohur vetëm me pjesën e 1/6 së atij. Këtu në këtë pikë, Franci, mua më dalin kështu para syve skena si Macbethit. Skena të përgjakura, me qindra të gjumtuar dhe të vrarë aty, dhe si pasojë pronave. Ndërsa, po t'jetë për mua, se e ke parasysh atë shprehjen që thonë njerëzit ta kisha unë. Po, fiks. Po ta kisha unë në dorë, jona, do kisha vendosur aty përpara hipotekës shumë shtylla nga ato inteligjencet, si puna atyre të tushemishtit, e ke parasysh me panel diellor, me altoparlante, 360 gradë. Për më shumë muzikë dhe ndriçim, ë? Jo me zemërio, për të varur një nga këta punëtorët e hipotekës që fusin në sherr vllajin me vllajin, se vetëm njërit prej këtyre, sikur t'ja marrësh të gjithë pronat, gjithë pasurinë që ka, kishe për të bërë shembull e do shpëtonin 100 të tjerë nga vrasjet, nga sherret, nga vjedhjet, nga të gjitha. Ne pyetëm avokatin Eral Daga për të na shpjeguar këtë pislik të hipotekës. Është hipoteka ajo që është kryesore që ka sjellë këtë ngatresë midis vëllezërve, sepse është hipoteka që nuk duhet të regjistronte pronësinë në emër të vllajit të Kadri Voglit. Për qytetarët që ta kuptojnë, në vitin 91-92 me ligjin 7501, familjes bujqësore, pra prindërve të Kadriut apo të vllajit Kadriut, ju dha tokë me ligjin 7501 përmes një aktit marrjes tokës në pronësi, pra AMTP-n. Në certifikatën e 91-shit, të 1/91-shit, pra si familje bujqësore, rezultantin prindrit, pra ëma dhe Jati Kadriut, bashkë me motrën. Motra e Kadriut nuk ka zotësi të plot për vepruar, me sa jam informuar, dhe kujdestar ishte caktuar Kadriu. Është vijuar me regjistrimin e AMTP-s, janë regjistruar gjithë pronat me AMTP-n, dhe më vonë me ndrimin një të Tjatit dhe të ëmës së Kadriut, ato është qelur dëshmia trashëgimisë dhe ka rezultuar që ka një testament në të cilën Kadri Vogli është trashëgimtar i vetëm dhe nuk cënoi as rezerva ligjore pra për një përmbesa. Me këtë AMTP dhe me këto dy dëshmi trashëgimie do duhej që hipoteka pronën të regjistronte, me që janë 3, pra kanë qenë 3, pra ëma, Jati dhe motra, ta ndante në 3 pjesë të gjithë tokën pra që ju ka dhënë AMTP.
Dhe 2/3 pas vdekjes së prindërve do t'i takonin Kadri Voglit. 1/3 do t'i takonte motrës. Aktualisht rezulton që për gjithë AMTP-n, për pjesën e tij i ka marrë gjithë zoti Kadri Vogli sipas dëshmive trashëgimisë, ka vjuar procesi i rregullt i regjistrimit pranë ASHK-s Kavaj, por për pronën që ka me vllajin, me konfliktin e vllajit, nuk kuptohet se si prona është ndarë në 6 pjesë në motrat dhe vëllezërit. Pra, është marrë një, nuk e di se çfarë dëshmie trashëgimie, testament, nuk e di çfarë është marrë, se testamenti rezulton vetëm në emër të Kadriut, por me veprimet e vllajit, me kërkesë të vllajit të Kadri Voglit, referuar aktit pronësisë, është regjistruar kjo pronë në cilën e pretendon edhe Kadriu, është regjistruar edhe në emër të vllajit të Kadriut me pjesë përcaktuese me gjithë motrat e vëllezërit 1/6. Ndërkohë, siç e tham, ligji thotë qartë që AMTP-ja regjistrohet në emër të familjes bujësore. Familja bujësore ka pas 3 antar, 2 antar kanë ndruar jetë dhe 2 antar që kanë ndruar jetë me testament nga lënë Kadriut. Pra Kadriu në të gjithë tokën ka 2/3. Vllai vet apo dhe motrat apo vëllezërit e tjerë Kadriut nuk kanë asnjë pjesë për shkak se nuk janë trashëgimtar me testament. Ndërkohë, edhe për motrën të ndjerë tani më që ka ndruar jetë, është procedurë për çeljen e dëshmisë së trashëgimisë, që mund të jetë një trashëgimi ligjore ose testamentare, varet, duhet pa procedura se është në proces me sa jam dijeni. Por nëse edhe motra pasurinë, pra me testament, ja ka lënë zotit Kadri, i bie që gjithë pasuria është në emër të zotit Kadri. Ajo që mbetet për të shpjeguar është që në ASHK-ja, pra kadastra në Kavaj duhet shpjegoj se si e ka regjistruar pronën në emër të vllajit të Kadriut apo me 1/6 pjesë takuese të secilit, pra duhet t'japi një sqarim dhe duhet t'japi dhe një sqarim që kur zoti Kadri dërgon 2 testamentet, pse nuk i shpjegon që pse nuk ja regjistron pronën sipas testamenteve, pra duke kaluar pjesët takuese të familjes bujësore, të prindërve të tij, t'ia kaloj zotit Kadri. Kjo është shumë dyshuese. Ne, pra nuk dim asnjë gjë mbi veprimet e kadastrës, që kadastra duhet jetë duke qenë një institucion shtetëror, duhet jetë i pastër, i hapur, transparent për qytetarët dhe duhet thotë gjithmonë vërtetën. Sepse kadastra duke bërë këto veprime, duke mos dhënë sqarime dhe duke bërë mjeshtra të largimit apo të dhënies përgjigje pa një përgjigje, i çojnë qytetarët në konflikt dhe zihet motra me vllajin, vllai me vllajin apo gjithë familja me njëri tjetrin, për shkak të veprimeve mbase korruptive ose të padienisë së ASHK-s. Pra unë bëj thirrje që ASHK-s Kavaj t'japi një përgjigje zotit Kadri në lidhje me AMTP dhe me 2 dëshmitë e trashëgimisë, pra për pjesët akuese, pse nuk ja regjistron, kush është shkaku, dhe t'japi edhe një përgjigje mbi pra mbi çfarë titulli pronësie ja ka regjistruar pronën vllajit të Kadriut apo me 1/6 pjesë takuese për secilin nga antarët e tjerë. Këto mbetet për të zgjidhur, shpresojmë që të zgjidhen. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për mbrëmjen e sotme. Do vazhdojmë të merremi edhe në ditët në vazhdim me këto tema, prandaj për çdo hall, shqetësim, denoncim, mbani shënim numrin e telefonit 069 35 444 67, po mund të na shkruani edhe në Facebook në faqen me emrin Xhadat. Për sot, natën. Natën e mirë.